ditë mas zgjedhje. Pro, këtë drejtë ka sjell Komisioni Qendror Zgjedhor. S'ka pas zyrtar. S'ka pas as i punësun, as i punësun qendra e numërimit të rezultateve nuk ka pas deri 15 ditë mas zgjedhje. Dhe për këtë arsye është shtyr numërimi i votave në post? Për këtë arsye është shtyr, pra, edhe për shumë arsye tjera ndërhyrjet tashme që pishohemi janë problematike tyre. Mandej se kanë respektuar as ligjin bazë, kanë pas ndërhyrje gjatë këtë procesit. A janë anku partitë të tjera që s'ka vendime për këtë? Na kemë bo shumë këtë vend për fshijellën Komisionit Qendror Zgjedhor që të kryhet një traditë e mirë pranimit të rezultateve zgjedhore. Gjithmonë ish duk kritika jonë mbrana të institucionit si duhet të ishte i pavarur. Po cine kemë pa që në gjuhën e kërcënimeve, shantazhe të përfaqësuesve të qeverisë, ty bo presion administratës, e cila ka pas administratë me provoj, e cila ty shkatëru kjo qeveri që është në pushtet, ka ndodhur që të kemi një gjendje tillë, pra Komisioni Qendror Zgjedhor, po flas edhe një herë, është muajin e dytë ka hy, nuk kemi rezultat përfundimtar. Dhe kjo është për fajin e? Për fajin e qeverisë. E ka konstatuar edhe në raport Bashkimi Evropian që ka pas ndërhyrje të vazhdueshme edhe në Komision të Pavarur të Media, edhe në Komision Qendror Zgjedhor nga qeveria. Pra, që ka ndodhur për herë të parë, është raporti i parë. Qeveria ka ndikuar në zvarritjen e procesit tonë. Gjithsesi, sot po vazhdon. A e din që si prodhon kurrë, votat e njëjta që i ka shpoll i njëjti sekretariat, pa vlefshme ka detyruar me bërë rekomandim, mi bot vlefshme, me vënë mandeje, edhe pse din që janë ankesat pasafatshme, po vazhdon deri në Supreme, me pamundësu miratimin e sot përfundimtare mandeje të çlivimin. Pra, mi hap rrugën. Po. E njeni procesin e organizimit zgjedhjeve dhe mënyrën se si funksionon KQZ-ja, çka do të mund të kishte bërë, ndoshta prej fillimit, që mos të vim, sot është një ditë pas një muaji nga dita e zgjedhjeve. Fillimisht është dashur të respektu ligji. Komisioni Qendror Zgjedhor ka pas kohën e mjaftueshme, ligji është miratuar në 2023-ën, në gjysmën e vitit 2023, dhe në ligj ju ka dhënë këtë mundësia që me fillu përgatitjet për asaj kohe. Shumica furnizimeve teknologji informative, shumica s'ka pas testim. Këtë programi i cili është mënyra numërimit votave nuk ka pas testim, u shty 2 ditë fillimi i numërimit në qendra komunale për shkak që nuk ka funksionuar sistemi. E ke pa ditën e zgjedhjeve ka rrallë sistemi. Por gjitha këto kanë qenë problematika të cilat i kanë bërë në mënyrë se shika nuk bën zgjedhje, kërkon eksperimente, bëhet pilot me një komunë ose me një zonë ose me një njësi zgjedhore, mandej nëse